Rreshtit intensive të shiut prezente prej javësh në territor dhe rritja menjëhershme e temperaturave nuk vënuan të japin efektin e tyre në qarkun e Shkodrës. Në kaskadën e Drinit prurjet e larta detyruan korporatën elektroenergjetike të nisë shkarkimet, që prej orëve të pasdites së të martës është konstatuar rritja niveleve të lumenjve Drin dhe Bun, si dhe të liçenit të Shkodrës. Në zonën e Obollit është evidentuar prezencë uji kryesisht në tokat bujqësore, duke zgjeruar sipërfaqen e përmbytur pa rrezik për banesat deri në këto momente. Aksi rrugor lidhës i fshatit me rrugën kryesore paraqit prezencë uji rreth 40 deri në 50 cm, duke vështirësuar kalimin për mjetet e vogla. Në terren ndodhen 2 mjetet të ushtrisë dhe 10 efektiv të forcave të armatosura në gatishmëri për çdo nevojë emergjente. Nga bashkitë Malësia e Madhe, Vau i Dejës, Puk dhe Fusharës nuk raportohen problematika. Strukturat e mbrojtjes civile dhe institucionet vendore vijojnë monitorimin në terren dhe mbeten në gatishmëri.